Qyteti historik i Krujës u kthye mbrëmjen e së martës në një qendër të rëndësishme të artit lirik me zhvillimin e edicionit të parë të festivalit ndërkombëtar Ramiz Kovaçi. Festivali organizuar në Pallatin e Kulturës Ibrahim Bërdaku synon të ruajë dhe promovojë veprën e artistë të madh, duke shërbyer njëkohësisht si frymëzim për brezat e rinj që ndjekin rrugën e artit dhe muzikës. Atmosfera festive u pasua nga performanca live e orkestrës simfonike të forcave të armatosura, ndërsa në skenë u ngjitën edhe emra të njohur të muzikës klasike shqiptare si tenori Kastriot Tusha dhe sopranoja Ramona Tullumani. Të rrije me profesor Ramiz Kovaçin ishte një shkollë, shkolla e jetës, por dhe shkollë profesionale, si në studio, por edhe jashtë saj. Artist, një bariton që këndonte nga repertori klasik e deri tek repertori popullor, pra tek këngët e karakterit. Shumë e kënaqur që më në fund u hap sipari i festivalit ndërkombëtar Ramiz Kovaçi, një ndër e shumë viteve të mamas time, të Rena Kovaçit. Jam e lumtur që u mblodhëm artistët dhe kënduam shumë repertorë të cilën ai kishte kënduar gjatë gjithë viteve të karrierës jashtëzakonshme që ka pasur. Ramiz Kovaçi konsiderohet një nga emrat më të rëndësishëm të operës shqiptare. Mes roleve më të spikatura të karrierës së tij, renditen interpretimet në operat Skënderbeu, Mrika, Goca e Kaçanikut, Madame Butterfly, La Bohème, La Traviata, Carmen e të tjerë.